Jemi në Vënçe. Në Vënçe. Dhe në këtë Vënçe ku turizmi ka shpërthyer. Dhe nuk e dim çfarë shpërthimi është, çfarë eksplozioni është. Po. Tu verbuan së ty se. Po, unë mezi po shoh tani. Tani, është turizmi i mjaftueshëm apo ka komponentët po të themi një herë kush është në studio. Të munguar. Thash temën unë, ti të thash të fuarit. Po. Do flasim për turizmin, si shta Ornela, edhe për ca gjëra që lidhen me stomakun, edhe për ca gjëra që lidhen me ushqimin e gjithë traditat tona se si përdorim. Dhe kemi në studio Flori Ukon, faleminderit Flor që jeme ne dhe që na begeniz. Vjen për herë të parë në studion tonë, shpresojmë jo për herë të fundit Eva Kushova, është eksperte e kësaj fushë. Unë, sidomos te pjesa e historisë, pjesa, po. Florina Pazari, një eksperte e njohur pedagoge turizmit, faleminderit që jeni me ne. Dhe Alfred Marku, ai që ka bërë atë marifetin që merr një gjë shqiptare edhe bën si franceze. Ja, ky e bën këto të gjitha. Mirë, unë fakt dua ta nis me një pyetje që besoj që nga turizmi shqiptar nuk është kuptuar akoma. Flor, Fred, për ju e kam të dy parë. A shkon zhvillimi i turizmit shqiptar paralelisht me kulinarin shqiptare? Sepse shumë e rëndësishme që kur ne promovojmë bukurit shqiptare, këto bukurit, pra shkojmë në Itali ne ham gatimet tipike që ka Italia, apo jo? Makarunde. Kurse vim në Shqipëri, vim të huaj në Shqipëri dhe themi kemi këtë master chefin që e kemi marrë nga Italia. 90% importi. Po që na duhet ne ai master chefi italian, kur ne kemi kuzhinën... Jo, gjitha është dënda e parë, që është problemi më i madh, që nuk prodhohet në Shqipëri. Pse nuk prodhohet? Edhe makarundet vina jo? Me çfarë bën ai ato? Jo, Flori, flasim në masiv, nuk po flas për disa. Disa sigurisht po, po të flasim për një turizëm masiv, por gjithashtu është në lëndën e parë kryesisht se ka më masiv se masivi. Lënda e parë është kryesisht importi. Shqiptari. 70% është e sigurt. Po pse ai nuk e bën me lëndë importi gjithë menutet i apo jo tasjebabin e famshëm alla francez me prodhime shqiptare. Po, ne flasim për 10 milion turistë, nuk shkojmë gjithë te Fredi dhe te Uka. Jo, pyetja është. Ti kishe ardhur te Fredi, Jo, pyetja që të kuptohemi, a zhvillohet turizmi goca me strategji? Apo jo? Po strategjit në letër i kemi, shumë të mira. Po në praktik ku i kemi, sepse që të vjej turisti nuk do vetëm hotelin e mirë, nuk do vetëm detin e bukur. Edhe rrugën. Edhe rrugën, po do ushqimin e mirë, tipik. Se vjen edhe për ushqimin tipik, apo jo? Turizmi është të servirim Shqipërinë në tavolinë, apo jo? Kështu e mendoj una. Ku Shqipëria tani? Ne që jemi të strategjisë. Ku Shqipëria? Le të shkojmë te Gjeneza. Mund ta filloj? Po. Cila është Gjeneza kulinarisë shqiptare? Ku ka filluar? Ka filluar në Malsi, në malë, në theth. Kur kanë ardhur turqit, malësorët shkuan atje dhe në kushte ekstreme filluan duke bërë domthonjë gatime domthonjë si thosh receta që vijnë nga varfria. Trana vjen nga varfria, buka miset me shpirë. Po si e bën ai tranan po? Mi flasim. Ja një sekond. Pastaj është mënyra se si hanin, kur stabilizuar veri, kur vinte miku në shtëpi. Kur vinte miku në shtëpi, bërtiste apo prisni miq edhe ato ditë i zotit shtëpisë dhe thoshte që shtëpia është e mikut dhe e zotit. Po shumë mirë. Dhe miku shkonte, miku mund të ishte ai. Një sekond. Miku ishte ai që ishte mali tjetër, kishte dalë për dru, në këtë rast, se nuk do vite nga Italia, se bëhet fjalë për vitin më parë. Dhe kur shkonte ushtronte sofrat e Oda. Ulshin burrat dhe çfarë bëshin se këta i bëshin në një trup mikut, sepse në radhë parë veriorët duhet të tregoshin domethënë atë mirëqenien e familjes, se ishin detyruar që të prisnin kafshën më të mirë që kishin. Mund të ishte një gjel, mund të ishte një qinj, një kec, dhe do të respektonin mikun, sepse shtëpia thamë është e Zotit dhe e mikut, ne jemi shërbëtorë në shtëpinë tonë. Dhe çfarë bënin? Fillonin i mbushin stomakun se kishte hallë se miku hate gjithë mishin. I mbushin stomakun me meze, me raki me muhabet. Dhe kulinaria shqiptare është meze raki. Jo. Ashtu është. Po jo. Fredi. Po si që nga kulinaria shqiptare, meze dhe raki. Ta mbyll. Gacmimi bukur. Meze raki do të thonë që ne hajmë me të përbashkëta, nuk jemi a la carte. Po ne korçarët jo. Tiranësi dhe gjithë kanë atë. Ne korçarët. Jemi vetëm shtet në gjithë botën. Po ti kthehemi në histori që thotë Flori, që buka shërbim në fund e jo në fillim. Bravo. Që do të thotë. Në kohë komunizmi ka ndryshuar. Jo, më keq. Paktën po flasim për kulturën e gjyshit temës së gjyshit tim, për tjerë nuk. Okej. Është jemi vetëm shtet që buka ka qenë shërbim në fund fare, sepse nuk mund të shërbete buka në fillim, se po të vete buka në fillim do thotë ha bukë dhe ngopu. Pra buka u shërbete në fund fare dhe kur vete buka ato po thot Flori. Gjithë sofra. Ato po thot Flori. Buka ishte pjesë e mezës, ishte starti. Jo. Buka ishte fundit fare që vite.
ishte në një sofrë pak të... Shive, Shqipëria e ulësirave u dominu nga otomanët dhe pati shumë ndërhyrje në kulinari, se tasjebapi, byreku, baklavaja, kurse thethi, do më veriu, po them, kanë ruajtur një guzhinë autentike shqiptare në 100%. Pastaj, Shqipëria komplet, pjesët e ulësirave, u prekën, të jemi të sinqertë. Sa do që ne përshtatëm byrekun e bëm fast foodin e përjetshëm tonë. Pse kjo janë traditat. Domethënë, për mua, unë mendoj që shqiptarët hajnë bashk me pjatat përbashkëta. Tani pyetja që bëri Ornela është shumë e qartë, Flor. Thot, vin italiani në francezi apo kushdo, nuk vin që të hajë... Ti hap menun e gjithë restoranteve me 5 yje, me 2 yje, me 3 yje, apo jo, dhe ke menu... Liber. Menu italiane. Papardele. Ku është shqiptar ati? Ku është Arapashi, vlla? Ku është Arapashi? Në Llogara. Nuk është as Llogara, më tani, se zbie rruga. Ne pikpamëtimit, kjo ha shumë debat, sepse ka dy forma. Po folen për një kuzhinë tradicionale. Ti po e ha me dhëmë, Ti e pe që legjianët duke kuptuar në artit tënd, erdhen në Tiranë. Jo, nuk është. Do zoti e kuptojnë Tiranë si çfarë është rapsodia, çfarë bën rapsodia. Jam dakord, por nuk është ajo. E para po folim ne për kuzhinë tradicionale, nuk do thot bullike para. Sepse në shumicën e rasteve, njerëzit thonë unë bëj kuzhinë tradicionale. Po çfarë do thot? Bullik. Jo, kjo s'është e vërtetë. Po ti kthehesh kuzhinës vjetër, ne kemi sa teknika që realisht i ngelesh me gojë hapur. Të mënyra gatimit të bukës, të mënyra gatimit të petës, të mënyra gatimit të reçelit, të saktë dhe gjithë në radhë. Përdosh një teknikë, po të marrësh një reçel, gjithë thonë nuk ishte morë reçeli si dikur. Unë e kuptoj si fruti ka ndryshuar. Po mos rrit nivelin e sheqerit kur i shto frutin, sepse për ndryshe prapë do mbysi. Pra, unë them se para se ka ndryshuar ai koncept, për mua duhet të ndryshoj koncepti. Po folën për kuzhinën tradicionale, do thotë është një kuzhinë e kurume, nuk është një kuzhinë masive. Sepse kuzhinat e atëherë nanat tona gatushin avash gjithë ditën, flija, pra po të futemi te kultura jonë, janë brumbra. Pse bën ato porcionet e vogla? Kjo është një teknikë ime që duhet të risjell maksimalisht. Duhet të mbledh. Jo, ideja është kjo këtu. Sepse në çështë ti shkon në një restorant, ti shkon po të kesh një eksperiencë. Dhe në qoftë ti do mbyllish vetëm një pjatë, eksperienca jote është shumë boshe. Pra në një restorant ti do shkosh dhe të kesh eksperiencë të bukur. Eksperjenca e bukur bën halarmia e produkteve. Tani, Eva, a është një mungesë e madhe kjo që kemi në turizmin shqiptar ne? Mungesa e tradicionales shqiptare, që është shumë e pasur, dhe lpin gishtat gjithë turistët. Në të hash byrekun me fasule, ose byrekun me qumshtorin e Tiranës, është mi mrekulli. Pse se kemi ne? Në turizmin tonë, në pjesën e. I kemi, ku e kemi? Vetëm të agroturizmi. Të agroturizmi. Në Bregdet nuk shikoj. Tani, ne kemi kaluar në një, edhe turizmi është fast food, i gjithi, sepse jo fast food në kuptimin e ushqimit fast food. Çdo gjë, edhe ajo që thoni ju, sepse ushqimi italian apo ato produktet e importuara, ato prodhimet e detit që ai ka marrë të gatshme atje e t'i bën me vrap, e gjithë është për t'i rënë sa më shkurt. Dhe për të pasur fitim pak më të lartë, sepse këtu është ajo strategjia që zure ti në gojë, ja 1 minutë i lidh Se fasulja? Fasulja do gjithë ditën të zjej, të lutem. Fasulja do gjithë ditën të zjej. E ke gabim. Ajo ushqimi tradicional do dhe në qoftë se do i referojmë edhe një ushqimi zinxhirit ushqimor të freskët, atë do mandet shkosh ta marrësh te fshatari të freskët, të mirë, që të dalë ajo shija autentike, unë them do kosto dhe do nge, dhe për atë nuk është se të ri turisti. Unë di që ka disa restorante të tilla që bëhet radha. Unë bëj pyetje. Unë duket shumë çuditshme, se paktën jam zhvilluar nga ana personale në Perëndim. Dhe bëj një pyetje se nuk ka logjika as ekonomike, as profesionale. Çfarë thotë? Unë nisëm dhe shkoj Maj Animali, një agriturizëm, ku pretendimet e tyre është se unë këtë produkt e para të provizoj se unë lokal tim, nuk e kam kështu për të rëmë, unë vetëm lejthiza. Po ti di që konsumon. Në saj. Dhe unë nisëm të shkoj Maj Animali një agriturizëm. Dhe pretendimi atyre është një produkt i fshatit. Është një produkt i zonë. Njerë se kemi produkte shumë. Me që erdi. Kjo ishte e pasën, nuk kishë ndërhyrje vetë. Erdi vetë. Edhe, ku shkoj të konsumoj një prodhim bio, dhe unë hargjoj mesatarisht, çmimi mesatar për person në agriturizme, varion nga 15 deri në 20.000 lekë.
Dhe po konsumojnë një produkt që po më thuat e asaj zonë. Të shkojnë një fast food në Tiranë, ti harxhon 20.000 lekë personi. Dhe nuk kuptoj diferencën, sepse unë pakten jam mësu që të shkojnë në ambient ku më thuat se ky produkt është i zonës, është i fshatit, është i imi, se kjo ka një kosto. Po, qartë, shumë qartë. Sot më bërë një luguritë që malli që më vjen për jashtë më kushton më shumë se i vendit. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Florian, që prodhimi masiv, është ai që kushton më pak. Si është në sytë tu ky lloj turizmi? Si ekspert e turizmit tani? Vitet e turistëve, vitet e fundit, sidomos të 5 vitet e fundit, qasja ka ndryshuar e turistëve të huaj. Gjithmonë dhe më shumë po kërkohet turizmi eksperiencial, autenticiteti. Dhe realisht nëse ne shikojme edhe në bizneset e ngriturat të sektorit, janë ngritur shumë agroturizme, tani këtu hajta diskutojmë janë agroturizme në kuptimin e një Tiranë, nuk janë fare në Saran, nuk e. S'ke agroturizme Saran, në Vlorë ke agroturizme? Nuk di unë. Të fshatra, ka në vajzë, ka... Në përfshatra kanë filluar qytet shumë. Në agroturizmit me restorantet e fshatit, se agroturizmi fillon nga ferma, du të përdorë produktin e mirëfillt. Kur e fillon me godin një restorant, se mbodhe 2 fije domate aty, nuk je agroturizm. Ne kur flasim për autenticitet, kemi parasysh letemi për veriun e Shqipërisë. Ne kemi kulla pa fund, të cilat shumë prej tyre kanë filluar të kthehen në agroturizme. Guest house. Ideja është, e kanë ruajtur autenticitetin e tyre? Unë kam pasur eksperiencat mia personale që i kam vizituar, dhe në momentin që unë futem, unë dua të shikoj atë shtresën, lëkurën, me ato si gjadët e punuara me dorë, unë shikoj televizorin me Netflixin aty, në një kohë që deri diku humbet pjesa e... Pjesa e saj që është e mirëfillt. Ne shkojmë atje për të ikë Netflixit. Ne shkojmë pikërisht për të ikur Netflixit. Kushe ka fajnë për këtë mungesë alternative? Kultura. Mungesë alternative. Strategjia, të lutem. Strategjia. E kapit e strategjia mund të them vetëm 2 fjalë. Mos thuaj 2, thuaj 10 për strategjinë. Sepse çdo gjë... Kemi bërë 100 strategji për turizmin. Ne themi kaq vjet që bum turizmi, po turizmi ju është kaotik. Ne si vjet as nuk e dim sa do vinë, qa do lënë këtu, çfarë do ndodhi, ne në fund të vitit bëjmë bilancin, pra ne jemi out nga pjesa e organizimit të turizmit. Kjo strategji tani, 2025-2030, flet për turizmin e qëndrueshëm pak e përmend, por flet për krijimin e këtyre dëmove të famshme. Është pjesa më e madhe gjysma e strategjisë. Jo, do të them diçka çfarë janë këto. Që të futet tradita. Ma lër ta mbaroj. Ti bëj po jo, do dal aty me një fjali. Jo. Që do të thotë turizmi gjithë 1 minutë, që turizmi duhet të jetë i organizuar dhe duhet të di sa i ka kapacitet një destinacion, të ketë këtë zinxhirin e vlerës, kur thoni juve, dhe të ofroj paketa, çdo destinacion jonë të ofroj paketa të kuruara për një turizëm gjithvjetor, edhe autentike. Ta zëm, përmeti, ka turizmin e natyrës, ka kulinarin, ka këto, dhe këto gjëra duhet, dhe çdo destinacion duhet të dalë, si të thuash, më vete dhe të kërkoj llojin e turistit që të req. A do shumë mund të gjyja? Ke shkuar në Greqi? Patjetër. Po. Çdo hotel në Greqi ka një natë Greek Night, e ka të detyrueshme ai. Muzikën greke, ushqimin grek, ti do e provosh. Do rish ta ditë atje, një ditë do e provosh. Qa na kushton ne? S'kemi mjeshtur? Këtu vinë turistët e hiken mas 10 ditëve, 7 ditëve, s'provojnë do t'i vesh shqiptare, se s'kane për... Po, jo, ka të drejtë. Shumë e vërtet se mund kanë hikë para se të vinë në aeroport, kanë arte unë kanë thonë, si ka mundësi nuk gjejmë vesh shqiptare në Bregdet, në restorante. Si ka mundësi. Nuk bëhet jo vjetë, po do më pare 2 vjetë, pare 3 vjetë. Është me shtrejnë vera shqiptare. Po shumë e mirë. E di, po nuk ullet a i turi, a i thot të t'jap një verta të hapur. Bëj një përmbledhje. Është e vërtet. Është shtrejnë, me thonë drejtën. Unë dje isha në një restorant vera. Si ku eksportoni ju në Itali, ku Italia verën më të mire ka dhe 5 eurë. Diskutojmë për verë, pasaj do të hapë një emision sepse kosto është më e pjesë e diskutimit është dhe kjo, ushqim është dhe mirë. Prodhimi intakt nuk është absolutisht e vërtet. Dhe ne kemi shumë koshent. Marrim balancin e saj. Unë vazhdoj të them, në qoftë një klient dua të harxojë deri në 50.000 lekë të vjetra për shishe vere që ndron në Shqipëri, bleni produkt shqiptar, mund të fillosh me 20, 30 deri në 50. Po kalove një çmim që
është mbi 50.000 lekë, me 15 euro. Tjetër. Vera shumë mira. 10.000 lekë, Nuk është e vërtetë. Ua, kam pirë unë. Nuk është cilë. Ta nësestua do për Italinë tani në Florë, të lutem. Nuk është verë me 10.000 lekë. Pra, ne këtu fillojmë e kuptojmë problemi më të madh që kemi ne turizëm. Do të punojmë me anën masive, përdorim shkallën e ekonomisë. A do të kemi një standard e punë. Vend me 10.000 lekë, si jetë, mos ajo të dje nga jashtë, bëj lloguri vetë, sa kushtoi shishe, sa kushtoi languj rrushit, me 10.000 lekë e kemi. Fermeri jonë nuk subvencionohet. Më çana kushton. Absolutisht fare. 6 milion litra verë importi, kryesisht 85% janë italiane, e di cili është çmimi mesatar që vjen ato verë në Shqipëri? Po? 3 euro për litër që i bie 2.5 euro për shishe. Po, dhe shiten Shiten deri në 50.000 lekë në restorante. Po. Një shishe vere jonë është mbi 20.000 lekë. Oj, çana kushton të bëjmë kaq për kuzhinën shqiptare, më? Jo, nuk na kushton ne, i kushton fermerit dhe çdo njeri, sepse nuk marrin subvencione nga shteti, e di sa del kosto e verës tonë, sa del kosto e vajit ullirit. Si do të ofroj ty ai? Më shtojnë Europa. Si do të ofroj Por mos harroj që i kemi lëndën e parë shumë të cilësore se Europa. E kemi, po shumë e shtrenjtë sepse bombarduar Europa me kimikate në tjetër nivel. Qeveria jonë nuk i ndihmon fermerët, që ata ta ndihmon nxjerrin po na prodhimin godet, më po të na lirë. takson pa drejtësisht e Pastaj, tjerë ne kemi etj. dhe një problem shumë të madh. Ne kemi gjitha fshatrat e boshatisur. Kush janë ato? Fermerët Më le të që dal pa këtu. do prodhojnë Të dal pa këtu sepse do ta lidh me turizmin se kjo është shumë e rëndësishme. Më fal. Atëherë, turizmi se e fillova në fillim. Turistët vinë për një eksperiencë kulinare shqiptare. Po. Ne duhet servirojmë Shqipërinë tavolinë. Qoftë nga mënyrat ngrënit, mund bëhet dhe gurme, mund bëhet dhe me tasjebab, mund bëhet dhe me siç thash shumë atë çon si ka. E rëndësishme është që çdo produkt duhet të jetë shqiptar. Qartë. Okej? Ti shkon sot në për subjekte turistike që janë me 5 yje që kanë marrë 6%. Nuk kanë si produkt shqiptar. Sa kanë fillu pak, ti prekim pak. Shkon dhe i thot, unë furnizohem me parmigiano, me këtë, i marrë gjitha importi. Unë, personalisht, si restorant që jam, si ferm restorant e turizëm, kam shkuar, kam motivuar 2 fëmijë që ishin relativisht të vegjël, që ishin fëmijë barinj, në Klos Burreli, dhe i kam thënë, të lutem, merrni dele qingjes së dërblej unë. Mundësisht merrni racën autoktone, rude ose nuk e di. Qartë. Kjo është që ti fusësh në linjë një brez. Po pse do ta bësh ti o Flor këtë, do me thënë nisu nga nevojat. Sepse shoh që se bën asnjë. Po ku është ky që është në krye, e kupton? Unë po dorëzohem. Ku është ky që është në krye? Unë po dorëzohem dhe unë në çdo mbledhje, ishim në një mbledhje tjetër që ishim për Made in Albania, domthon kisha përballë njerëz. Bravo, atë kujtohet që vinë djathin ton, e bëjnë mark të huajt. Vinë të huajt dhe thonë shikoj bëni mark të. Po, se kam parë me sy anëse, këtu është kur e ve, po kur vjen e gjejmë. Po miro, po këta që janë në krye të shtetit o vlla. Po jo më se janë ta janë fare më burr. Shitet feta greke, që feta greke është bërë feta greke sigur. Nuk futet në gojë feta greke. Ne kemi djatin edhe se kemi një mrekulli. Ajo serviria e Shqipërisë në tavolinë. Po atëre rrit çmimin. Ornela, Po çfarë do të thënë shumë shtrejt? Ka kosto fermeri për ta nxjerrë. Servirja e tavolinës e Shqipërisë në tavolinë është një zinxhir shumë i gjatë që kthen rinin naja shtetit duke bërë krime, fillojnë punojnë tokat, rrisin varietetet autoktone të grurit, të deles, të viçit, nuk ka stalla viçash, nuk ka fare. Jo, ajo që tha Florina është thelbi. Kanë ikur njerëzit. Po vjen po vjelin se kjo është ky është merri botës. Të vesh të vjelësh ulli në Greqi dhe të shkatrosh ullit e tu këtu, do me thënë. Ndërkohë që këtu merr një pjepër japonez, një pjepër kaq, bën 1.000 euro. Më i miri 10.000 euro. Bëtë një pjepër 10.000 euro. Po mirë më bëhet ti ke domate të zeza, ke shalqi të zi, ke lloj gjëra që ke fara tona këtu. Kemi në bank fara që kemi të uka, kemi fara me që janë të pa imagjinueshme. Nuk funksionon zinxhiri, ata po jedhin kanal. Ata pataten e mirë edhin kanal. Se që fikojnë të hotelet e pesyre që bën këtë lloj surrogat ushqimi aty. Ta vjet të vjet me detyrë më. Të vjet me detyrë. Në qoftë se hoteli ka shkoni në një hotel me pesyre, çfarë standardi ushqimor? Ai ka vajt për të fituar standardi ushqimor. Ndërtimi një standardi. Ai e bën furnizimin. Të bësh ato guide në restorante në Shqipëri, nuk me eti, po ishte kjo, ndërtimi një standardi. Sepse nuk mund të funksionojë sistemi i tillë. Më thuaj ti mua, një hotel i mirë ose një restorant i mirë, a përdor vaj të mirë ulliri? Sa përqind përdorin vaj të mirë ulliri?
tani nuk mund të flasë për tjerë, unë tu duhet të flasë për vete. Jo, ti do flasësh se ti do flasësh së Ti më bëj reklam vetes ti. Bëj reklam vetes. Floret e tjeli e uar të bësh reklam tani, me që më bënë. Edhe alla italian, me këto menun alla italian, më thua, e ke vajnë e mirë ulliri? Që Shqipëria mbytet vaj ulliri. Se duan të kursejnë, se duan të fusin produktet më të lira. Jo, problemi e ka ndërtimit dhe ti sistemi tjilë. Nuk është problemi është. Ndojmë me mendje trektare, çdo pronar restoranti, po t'ju them unë rastin e Verës, sepse unë jam të Vera. Shkoj madje miq që kanë restorante në për Bregdet. Dhe i shkoj, do ta marrësh Verën me 10.000 lekë, vjetra, 10 euro, për përdojnë që? Florë, më thënë të rëtë, unë e marrë me 5 euro italiane e shes deri në 5.000 lekë, se nuk marrë vesh. Të tëndën, po e morë me 10, më shumë se i zetë se shes dot. Nuk kam leverdi. A e kupton, ai nuk mendon as për Shqipërinë, ai mendon që të bëj më shumë parë. Shumë e drejtë. E drejtë për çfarë? Që të bëj pare, por do bësh pare në Shqipëri, do mendosh për Shqipërinë. Po për ty dhe për mua, është e drejtë? Nuk mendon për zinxhirin. Ky është problemi. Ka vend shqiptare shumë mirë. Unë sot në restorant tim kam 10 etiketa shqiptare. Po, etiketa krojën e Lolës, që është një mrekulli. Është mrekulli, ajo krojë është fantastike. Unë them e gjithë është për shkak të pasigurisë. Askush nuk e di çfarë do ndodhi nesër dhe këtë doja t'ju thosha. Të tërë janë kapçat kapër sot, është kjo KÇK e famshme. Pra ideja të fitojmë, të gjithë kanë frikë se viti tjetër do jetë më i pasigurt sepse nuk kanë garanci ato që thash më parë që ata dhe vitin tjetër do kenë po të njëjtë turist. Nuk kanë 30 vjet më fal për këtë. Po pikërisht sepse nuk funksionojnë strategjit, nuk funksionojnë secili të bëj punën e vet dhe askush nuk e di çfarë do turisti do vendosi shteti, po pse taksat i vendos shteti dhe këto detyrime nuk i bë ka shteti? Pse nuk e detyron shteti një hotel, një restorant që të përmbushë disa standarde që janë minimaliste? Majmend që për të përdhelur ca. Unë e kam bërku. Se Flori ka shumë të drejtë dhe prodhojmë vera shumë mira. Të gjitha restorantet që i shërbejnë turistave, qofshin me pesuje, qofshin vi bregdetare, kontrolli tatimor duhet të jetë 70% faturave duhet të jenë produkt vendi. Po. Këtë të kontrollojnë tatimin, të kontrollojnë edhe kuponin, se le kuponin 10 milion lekë gjatë, do mund të merë. Mor mirë qeveria me këtë dhe ishin ja 2 lloj djathrash, një 3 lloj mjaltrash, do me thënë, u bën një 2-3 produkte dhe po ngeli s'dim që ku është. Për shumë, ti të shkosh në një restorant, do hash parmigiano. E kupton, tani parmigiano mund të hanë Itali, unë s'kam pse ta ha këtu. Me gjithë respektin për parmigiano. Boronica shqiptare, dhe kjo... Shumë e vërtet, shumë e vërtet. E po, kemi dhe thanën e, po thanën e përdor vetëm Fredi, me ato lëngun e famshëm thanës që ka boj gjithë ato varietete. Ku e kanë imagjinatën këta mo? Se mund punojnë edhe shumë lirë me produktet shqiptare. Ç'është kjo frymë antikombëtare? Ç'është kjo frymë antikombëtare, domethënë? Është shumë e fortë frymë antikombëtare, unë këtë vëre, domethënë. Antikombëtare është niveli profesional. I kujt? I atyre që kanë restorante? Edhe atyre që kanë. Jo i mjeshtrave. Sa i mjeshtri i bi violinës si do pronari, apo jo? Jo. Po të kapish, edhe rroga që kanë shkuar në fushën e gastronomisë, çdo lloj gjëje, edhe ato që po menaxhojnë nuk kanë nivelin e duhur se profesional. Se gjajnë një mënyrë që më të shkurë dhe më të thjeshtë dhe më praktike të fitojnë 2 lekë. Po, nuk janë vend vetë. Nuk janë. Njerëz që s'kan lidhje me atë. Restorante, hotele kanë hapur të gjithë bosat që s'kan lidhje fare me restorante dhe me hotelin. Çdo agriturizëm ka i kantinë verë. Hapet loja e agroturizmit, bëjnë gjithë. Dhe ata e kanë ngritur në emër të teoria majmunit. Ata e kanë ngritur për fitim, bëri fitim, Fredi pse mos bëj dhe unë. Po mirë, këtë skuptojmë, pse s'majmunose me këtë e me këtë. Imitoni këta. Po nuk është model që hecën. Shiko, modeli... Problemi modeli që hecën. Po Fredi, do kishe pranuar ti të shkoje ke një restorant që të bënde menun që do të propozon të shefi, se ti edhe atje ku ke shkuar, bënd që atë thot koka jote. Po, tani, Fredi është një shef kuzhine, unë i thamë kështu, unë pak ndryshe stil anglez, në shkojnë e krajnë e kundër, por restoranti, për mu, gjithë agriturizëm, gjithë restoranti, i mungon identiteti. Që do thot identiteti? Këtë atë anën e personale, identiteti vjen nga kultura jote familjare, nga vendi e ku qëndron. Si që ka Llogaraja. Llogaraja e ka. Shkon Harapash, ja, ikën anë Llogara, Harapashit. Kosi me mjalt. Po, kosi me mjalt nga kaq, pastaj kaq, tani ka vajt kaq. O le, pak të nështë aq, po këtu s'është fare. Ti ke gjithë Drimadhën për shembull, gjithë Palazën sot që të është bërë me hotele shumë të mira, më thuaj mua një gatim shqiptar ku bëhet. Sepse Palasa aktuale, jo vetëm që vdiq Palasën mbrapa, i mori dhe ujin. Fshatarët aty as nuk lejuan, u vuri dhe gardhin tek plazhi që kishin e tjera, pra këta funksionojnë vend,
krijoj një fshat paralel, është gabim komplet koncepti dhe prandaj jemi aty ku jemi sot me gjithë turizmin. Dhe ku do na çojë ky turizëm në këtë filozofi? Ne në vend që të jetë zinxhiri i vlerës që ti vërtet krijove se kishe një sasi lekësh dhe krijove një resort, po ti produktin duhet ta marrësh mbrapa. Shumë e vërtetë. Dhe zinxhir duhet shkojë që gjithë edhe ai në majt malit atje që mban vend të punoj për atë resort dhe ta ketë të shitur të padiskutuar. Dhe ky është turizmi i qëndrueshëm. Jo, ai kthehet në qoftë se gjithë fshatrat rreth do mbahen nga ai resorti. Dhe ky është Gjerdani turizmi. Ky është turizmi i qëndrueshëm që flas vitin. Ja ti bëj një pyetje të gjithëve unë. Kemi menduar ne për shembull të shesim prallat. Prallat, historira. Këtu hym stilin e të jetuarit, stilin, gjoken, atë çdo gjë që është. Për shembull, ne kemi sot një 5-6 gjëra që i ka UNESCO, që i mbron. Tani si na jep lek kjo gjëja? Për shembull, si është isopolifonia? Si është kthehet në lek? Kjo është pyetja që kam unë. Ato me eksperienca. Dhe shkojmë, po të kishim hapur direkt klasa, qoftë për xhubletën. U vu dje bërja e xhubletës dhe aty duhet ishte në gjithë malsinë e madhe, duhet ishin, po këto duhet i subvencionoj shteti paka shumë, se me qa do mbajen ato zonjat që ta bëjnë atë xhubletën që do... Po ne kemi mësuar për kamarieri, për shembull, ja po ta them unë, një kamariere e bukur, një yll shqiptar e bukur, e veshur me xhublet, është 100 herë më seksi se sa një filipineze që është e veshur dhe gjysmë lakuriq. Për them unë tani, mbas e kam bëmi. Po mirë, ajo vajza le ta mbaj veshur, po nuk bën lek ashtu. Tani, ajo duhet quhet eksperienca e xhubletës dhe vinë të huajt është tur, është paket, më vete. Si do ta shes? Themi, po këtë duhet ta bëjnë ata tur operatorët të Shkodrës dhe thonë, si vjet na ushtua kjo gjë që është UNESCO, atëherë direkt çdo pika fundore ose fillimi mund të jetë xhubleta. Dhe themi, shkojmë do drekojmë në filan restorant që është tradicional, pastaj do shkojmë do bëjmë atë 2 orë të shojmë si bëhet xhubleta, pastaj do shojmë të shojmë. Dhe këto paketohen. Ky është turizëm shitleku. Kulinaria është një pjesë. Shesësh kulturë. Ti do shesësh dhe për të shitur ti duhet kesh një histori. Pra, paketa duhet të jenë tematike. Që do të thotë, për shembull ne tani po bëjmë për Tiranën turin e mbretërve. Askush nuk e di, turi mbretërve është sepse kanë qenë. Po Persqopi që nuk flet njëri fare, aty mendohet edhe Aleksandri Madh, po t'i lëjmë se na turen pastaj. Jo, mos ta turen fare, se e dim të gjithë. Është një hartë e vitit 1600 që tregon Petrela, thuhet vendlindja e Alessandro Magno dhe është ajo harta. Përveç kësaj, është mbreti Glauk, aty ka ndonjur Piro i Epirit, derisa u rrit dhe derisa u bë gati për të drejtuar. Këtë e thot edhe Neritan Ceka. Kjo është shumë e bukur ta dinë turistët, duke njohur Piron, duke njohur po të flasësh për këto mbretëri. Tur operatorët janë si pronar të restoranteve, janë rastësisht Mojze Mërkuem soja i prandaj të më zgabim, nuk janë njerëz të duhur që po merren me turizëm. Dhe pse fillon nga historia? Historia shet, se ne vemi për Romeo e Julietën atje, pastaj ham edhe në një picë. Pra, kulinaria është, ne vemi në Verona. Edhe që balkoni i Romeo është nuk është i vërtet. Është gënjeshtër. Edhe ai ta shet atë. Hajde ta shikosh, thotë dhe unë them shitet historia, pastaj vërdall nëse njerëzit vinë të tërë për një pelegrinazh, për një histori të bukur të një vendi që duhet ta krijojmë ne. Atëherë ai do këto shpikjet, qoftë një balkon falso siç është ai në Verona, i kanë bërë ministrat, politikanët, apo i kanë bërë ekspertët e turizmit? Lokalët, ekspert turizmi. Ekspertët e turizmit. Po shteti ka dhënë ndonjë lek për këto? Apo nuk e vlerëson fare? Ne tani po bëjmë 40 Italia për shembull. Italia sa lek akordon në dienin tënde për zhvillimin e turizmit kulturor të qëndrueshëm? Sepse ata funksionojnë me të decentralizuar. Zona lokale ka një histori. Ne kemi një legjendë. E mbrojnë ata? Kemi këtë legjendën. Me këtë legjendën çfarë do bëjmë? Do futet pjesë dhe këto janë të decentralizuara, nuk e bën dot as AKT-ja, as qeveria nuk e bën dot. Prandaj po thosha se ai termi të vrau, janë këto organizimet të decentralizuara të gjithë aktorëve të turizmit në një zonë dhe themi që qa kemi legjendën më të bukur ne këtë. Atëherë do ta kthejmë me atë do e bëjmë titullin e paketës. Ka bërë kumbare filma, kupton? Do vënë në 2-3 vende muzikari. Kishën ku është gjiruar në linjën e Evës, dua të them që ne në të gjithë zonat që ne kemi, është pjesa e ndërgjegjësimit njërë të komunitetit. Ne akoma nuk e kuptojmë në fshatrat e Shqipërisë që ky turistin e na sjell para. Ore si na sjell para ky turisti? Duke bërë storytelling, duke qëndisur,
Punimet me dorë. Punimet me dorë. Çdo gjë, vegla, që është kërcim, ne kemi Kërcime me kërcimi tropoj. Kërcimi, ku është kërcimi? Turisti vjen të njohë kulturën tonë. Cila është kultura jonë? Hajde ta ndajmë edhe ta investojmë. Edhe një, domun turisti vjen të njohë kulturën tonë. Si kemi ngrëmë ne, si kemi kërcyer, si kemi kënduar, si kemi çfarë kultura ka pas lek duka gjini ligji atje. Hajde ta mësojmë. Se nuk e bëni ju me shoqatën e verës si keni. Me sa di unë ti ke mbledhur gjithë ta prodhuesi dhe je kryetarja së shoqate. Ne kemi edhe histori prodhimtarie vere, kam 6.000 vjetë. 6.000 vjetë. Sa po bëm, ne bëm historinë e verës Baliska, ja një minutë. Vera i lire. Ne e bëm tani një mozaik historinë. Romakët i vjetë Teutët. E di unë historinë se sa po e bëm neve. Ne bëm historinë e verës i lire, e shkruajtën, dhe tani kemi bërë një botim 40 historitë. Janë storytelling që ne duam t'i përdorim për turizm. Dhe ishte vera, pikërisht vera e mjaltit, burimin edhe vera e Bordeaux se ka marrë nga vreshtat e Rushit në Durrës. Dhe krijuam historinë e verës Baliska, sepse ishte vera që pinin romakët dhe që prodhoi në Durrës. Kështu që ne mendojmë tani, direkt me këtë histori bëm një mozaik në Durrës, kemi vënë dhe një QR code dhe atje të ndalojnë të duam që të futet pjesë e paketave turistike dhe të vend të shikojnë historinë e verës romake, sepse verës më farë i lire. I lire që romakët ja kanë vjedhë Teutës. Që na i vodhën, po. Dhe nëse ne nuk e blinin. Është shumë e çuditshme ti pastaj i çon, ja si krijohet një tur në Durrës me që ke kantina pa fund, sa kantina ka Durrësi, kantina vere. Dhe tur. Dhe fillon që Durrësi është i pasur për fabrikat, ato që prodhojnë mjalt e kanë bërë për shembull. Mjalt Morava e bën në Korçë një tur dhe vinë gjithë turistët atje, mblidhen bëhet janë shumë interesante. Vetëm në Francë që shikon verën. Më fal, si duhet ta lidhim këtë dhe me muzeumet, sepse në muzeumet i ke dhe e mbajmë të shkëputura në muzeumet. Atje janë poçat e verës nga kaq. Janë këto çfarë quhen amforat. Pafund. Dhe te muzeu këtu arkeologjik. Dhe ti lidh ç'janë gjithë këto gjëra këtu, atëherë shqiptarët s'di kanë të bëjnë verë? Jo. Filloj me historinë ku kanë qenë vreshtat. Është historia e verës Baliska. Pastaj shojmë, ju mund të bëni diçka bashkë, këtë ka të mirë Bardazia. Pastaj shkojmë në kantinë e degustojmë. Shkojmë në kantinë degustojmë verën shqiptare, patjetër dhe me produktet. Pastaj shkojmë në muze, shohim gjithë amforat dhe shikosi i kemi edhe të dokumentuara, nuk po flasim kot. Janë 6.000 vjet para faret e fosilizuara, faret e Rushit. Fantastike. Mirë, mesazh. Jemi në mesazh. Çfarë duhet bëj shteti, ne vetë? Pastaj dhe shteti që gjerdani i turizmit shqiptar të jetë i lidhur siç duhet. Atëherë ne duhet të kuptojmë që ne kemi aq shumë për të dhënë turistët si nga ana e kulinarisë, ashtu edhe nga pjesa e kulturës tonë, në mënyrë që ne t'i mbajmë tu. Duhet të ndërgjegjësohemi së pari vetë dhe dyta patjetër me ndërhyrje, me kontrolle, monitorime të vazhdueshme nga ana e pushtetit, strukturave përgjegjëse, në mënyrë që ne këtë numër turistësh që ne na është rritur, ta kemi të qëndrueshëm dhe në vimësi për vit pas viti, sepse të gjithë operatorët dhe ne vetë e shikojmë ajo që ta Eva në fillim, çfarë do kemi vitin tjetër, ne nuk e dim çfarë do kemi. Do na ikim apo do vijojmë që ta kemi. Pra krijimi paketave dhe tureve tematike, autentike dhe me turizmin eksperiencial. Eva, marrë me qafsh, ma thuaj në fund të mesazhit, çfarë vinë këta turistë që shkojnë Tiranë me zemër, se unë se kam kuptuar. Tirana, unë tani po merrem me projekt Tirana Heritage Roots, i bien bulevardit kot në kot, sepse qeveria ka financuar më tepër, ose kam mbështetur bunkartin dhe muzeumet e tjera i kemi të mbyllura. Pra ti të mendosh që historia duhet fillojë nga historia. Laja hiç. Në Tiranë, atë sheshin që është një pjekje masive. Tirana, Enkas, atëherë do kaloj tek ajo që ju preferoni. Tirana, Enkas është mbajtur kryeqytet, qytet i ri 400 vjeçar me gënjeshtra, se është po aq i vjetër prapa toka sa Durrësi, dhe historitë e Tiranës janë të jashtëzakonshme. Historia e Zallë Bastari është emër mbreti. Në Bastar janë gjetur 2 helmeta i lire të jashtëzakonshme që rinë kot atje, vetëm gjetur në Bastar te muzeu, dhe ti vetëm atë historinë e atyre mbretërve, që ne po i krijojmë tani këto ture, po krijojmë 5 itinerare tematike Tirana Heritage Roots. Të thash turi mbretërve, është turi rrugëve antike. Historia e Kalasë ndroqet e jashtëzakonshme. Po tregoja një me ana operatorëve, pak të mësojnë në gjë, pak të ta bëjnë çik më interesante. Unë hapi radhës apo i kemi krijuar 5 itinerare tematike. Po, kanë
qenë rrugë aq të vjetra antike sa ishin më të vjetra se Via Egnatia. Via Egnatia u ndërtua mbi rrugët ekzistuese, kanë qenë rrugët e Kandavis, që kalonin pikërisht Durrësi, si do lidhej Durrësi është pa që vjetër sa Roma. Si do lidhej Durrësi me Prapatokën për të shkuar. Para Gjenovës dhe Napolit aty, që ka qenë më rëndësishme. Tani po zëm Romën dhe është po ato 3000 vjet. Dhe do shkojë. Mesazhet janë që leadershipin duhet ta marrin aktorët e turizmit dhe shteti vetëm t'i ndihmoj nëse unë dua një rrugë te kjo shpella, eja më bëj rrugën. Shteti nuk mund ta drejtoj këtë gjë, por vetëm duhet të suportoj fermerin, tur operatorin, të çojë infrastrukturën, të çojë autobusët dhe çdo gjë në destinacion. Unë po del mesazh se sapo xora këtu. Mos kuptoj edhe këto autobusët 2 që vinë vërtet nëpër Tiranë që Kot fare, bulevardi bëhet vetëm. Mbas bisedës që po shikoj këtu, mungon pasioni njerëzve. Po pasion keni vetëm ju investimet afatgjata, jo investimet afatshkurta. Nëse ne do hapim një restoran që ti fitoj lekët nesër sapo ta hap, normal ne do bëjmë atë që po thoti. Nëse ne jemi më pasionant dhe kemi një vizion më të madh që akoma, atëherë do bëjmë një investim në gastronomi, në një restoran, një kantinë verë që të jetë më e fallçata. Unë këtu po shikoj vetëm mungesën e pasionit. Ajo është thelbi për mua, është produkti ose përbërësi kryesor i çdo gjëje. Jo, dhe nuk punoni dot vetëm. Ju nuk punoni dot pa ne, pa histori. Mesazhi për mendimin tim është që duhet konsumojmë shqip, se aty fillon. Gjithë shqiptarët konsumojmë shqip që të ushqejmë këtë zinxhirin, duhet jemi, duhet të investojmë në kulturë. Edhe Kosova na e ka kaluar, ata konsumojnë më shumë se ne shqip. Janë më patriotë se ne për shumë gjëra. Po prapë edhe Kosova, edhe kur vinë këtu duan gjëra shqiptare. Jo, duan kur vinë këtu pak më kërkojnë gjëra shqiptare. Duhet të investojmë që është një hallë shumë e rëndësishme që superman. Duhet të investojmë në edukimin e brezave për turizëm. Domthonë shkollat e turizmit duhet investojmë, sepse do përfundojmë për shkak të fluksit të madh turistave, po përfundojmë duke zëvendësuar shqiptarë. Çfarë të shkollosh më Flor, filipinezës se s'kan Jo, pra të po them, të shkollojmë brezat që mos të vinë filipinezët. Sepse do përfundojmë domthonë kulinari shqiptare me shërbim filipinezësh. Atëre, Greqia fiton 1.5 miliard euro në vit nga turizmi kulturor. Që ta kuptoni, një shembull po them. E dyta, e vetmja gjë e jashtme që mund të pranoj unë në këtë vend, e vetmja gjë që vjen nga jashtë dhe unë e pranoj, pra them që shiko, është gjë e mirë, është krevatet, dyshekët dhe gjitha produktet e Dorelanit. Pra vetëm atë mund të pranoj unë që është sepse vërtet ato janë të jashtme, por aty flen kokat e shqiptarëve dhe aty pushon dhe qetësohesh. Mirë, do të bësh një thyrje? Do kemi thyrje. Do kesh thyrje me njërë mbas publicitetit, do të ndiqni Erion Krison me disa thyrje.